Qyteti i Gramshit dhe disa zona përreth janë prej më shumë se 24 orësh pa energji elektrike pas dëmtimeve të shkaktuara nga rreshtet e dendura të shiut. Mësohet se problemet kanë nisur rreth orës të 12 të natës së mbrëmshme, kur regjistruan defekte në nënstacionin elektrik, duke lënë pa drita qindra banor. Sipas të dhënave paraprake, më të prekurat janë 7 fshatra të njësisë administrative Kukur, ku për shkak të motit të keq janë raportuar dëmtime në rrjetin energjetik dhe bllokime të disa akseve rrugore. Përpasoj procesi mosimor është pezulluar pasi mësuesit nuk kanë mundur të udhëtojnë drejt shkollave. Edhe linjat e transportit publik janë ndërprerë përkohësisht, pasi autobusat nuk kanë arritur të qarkullojnë në segmentet që lidhin fshatrat me qytetin. Autoritetet vendore dhe grupet e punës së OSHE-s ndodhen në terren për riparimin e defekteve dhe rikthimin e furnizimit me energji elektrike, ndërkohë strukturat të mbrojtëse civile pranë bashkisë Gramsh po monitorojnë situatën për shkak të rrezikut të shtuar nga prurjet e larta të ujit në zonat malore.